Dhimbje të kësaj përmendni ish bashkëshorten tuaj. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Çka ka ndodhur? Për një periudhë ajo u smur, po detyrova me mundësitë e mia, e dërgova në Tiranë për të kuruar. Unë e dërgova në Tiranë, ajo nuk u guxoi më. Pas një javë, ditën e tetë, ajo më bëri telefon dhe më tha, që mua mos më prit se jam martuar me dikë tjetër. Kjo gjë më rasi bombë. Po ti e ke dashur shumë? Verbrisht. I besoje shumë? Shumë, çdo gjë. Edhe jetën time, të fëmijëve të tëra. Po cila ishte arsyeja vërtet Olger që bashkëshortja u largua? Unë dashuruam me një tjetër nëpërmjet telefonit, Facebookut. Unë dashuruam atë dhe iku. Telefonin ja kishe bler ti? Telefonin ja dërgovi vllai. Edhe rinte pasaj që ditën në Facebook sajrë që unë largosha në punë apo vjen në mal për në dru. Ajo rinte gjithmonë në Facebook edhe mana e Facebookut, unë njëtë me atë djallë u dashuruar edhe në braktisit gjitha. Si e ke përjetuar? Keq, shumë keq. Shumë keq atje, sidomos për fëmijët. Të shoh që po drivesh. Të ka lënduar? Shumë, jashtë mase. Të shkolla, kë veçanti? Më shumë Mikeli, na stes edhe na detyra me të thjeshta, çdo gjë të na më shumë Mikeli. Tani ç'a do bësh ti kur të rritesh? Ç'a mo? Babi. Si babi? Po. Po ç'a është babi? E mirë. I mirë, ho dritë. Ajo na la, shë shkotor fare me neve, është ka ardhur asherë. Edhe të vikte këkaja fare, unë shë fare. Po me babin si silleni, jeni djemë të mbarë? Ka njerë, E mërzit babin? ka njerë.